Rikthehemi sërish në studio, shikues të nderuar, pikërisht do të flasim për 26 shoqata në Fier, të cilat të shprehen kundër festimeve për 300 vjetorin e lindjes së Shën Kozmait, të cilat do zhvillohen nesër në Libofsh. Sipas këtyre shoqatave, ceremonia ku pritet të marrë pjesë edhe kryepeshkopi Anastas është diktuar nga politika antishqiptare. News 24 transmetoi një kronik lidhur me këtë reagim, të cilën njoftoi të gjithëve ta ndjekim para se të bashkëbisedoj kështu edhe me të ftuarin tim në studio, zotin Miron Çako. E ndjekim. Festimet e pritshme për 300 vjetorin e Shën Kozmait në Libofsh të Fierit kundërshtohen nga 26 shoqata në këtë rreth që përbëjnë Komitetin për zgjidhjen e çështjes kombëtare. Ata shprehen kundër ceremonisë që pritet të zhvillohet në datën 24 gusht në fshatin Kolkondas, aty ku ndodhet varri i priftit Kozmaj Toli, i shpallur shenjt nga Kisha Ortodokse. Sipas këtyre shoqatave, ceremonia ku pritet të marrë pjesë edhe Janullatos është e diktuar nga politika antishqiptare. Çdo kom ka të drejtë të nderojë dhe shenjtërojë heronjtë e vet, dhe Janullatos dhe grekët të përkujtojnë shenjt Kozman e tyre dhe jo Kozma shejtanin për shqiptarët. Jo Janullatos. Mos abuzo me miqësinë e shqiptarëve, me tolerancën të tyre fetare, se është e shenjtë për ne. Në respekt të kushtetutës të ndalohet veprimtaria që nxisin ndarjen etnike, fetare, krajinore, kulturore, të cilat do të destabilizojnë vendin. Kozmaj Toli u vra në Kolkondas të Libofshës dhe varri i tij ndodhet në manastirin e fshatit. Për besimtarët ortodoks, ky është shpallur një vend pelegrinazhi që kryhet çdo 24 gusht. Jemi rikthyer sërish në studio, shikues të nderuar, pikërisht në lidhje me kronikën që sapo ndoqët, do flasim dhe me të ftuarin tim pasi jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës, është pikërisht drejtori i zyrës së katekizmit të Kishës Ortodokse, zoti Miron Çako. Përshëndetje dhe kënaqësi që jeni me ne për të ndarë në një farë mënyrë dhe për të sqaruar akoma dhe më tej për sa i përket edhe kësaj çështje. Zoti Çako, a mund të flasim shkurt për figurën e Shën Kozmait në lidhje edhe me Shqipërinë, pasi dim se Shën Kozmai erdhi në Shqipëri në vitin 1776. Pra, siç e thatë edhe juve, Shën Kozmai është një nga personalitetet më të shquara të kishën tonë ortodokse. Ka lënë një gjurmë të thellë në të gjithë kishën ortodokse në mbar botën, dhe dita e sotme në mbrëmje dhe e nesërme është një ditë panairi në të gjithë kishat ortodokse në mbar botën dhe veçanërisht këtu në Shqipëri, sepse Shën Kozmai nga kisha jonë quhet Isa Apostull ose i barabartë me apostujt, sepse bëri një punë apostolike para përhapi besën e krishterë ortodokse në një kohë shumë të vështirë ku gjithë Ballkani dhe veçanërisht dhe Shqipëria ishte e pushtuar nga turqit dhe kishim një prozelitizëm të theksuar, pra kthimin me forcë me mënyra të tjera në islamizëm, dhe Shën Kozmai erdhi dhe predikoi fjalën e Zotit, mësimin e kishës dhe ndaloi këtë prozelitizëm islamik dhe ringjalli shpresën për lirinë jo vetëm të popullit të Ballkanit, por dhe popullit shqiptar, sepse thamë në atë kohë kishim një pushtim prej shumë shekujsh dhe populli kishte rënë në një lloj dëshpërimi, dekadence shpirtërore dhe morale, kishte humbur shpresën, por Shën Kozmai e ringjalli këtë shpresë. Shën Kozmai ka lindur në vitin 1714 dhe këtë vit është 300 vjetori i lindjes Shën Kozmait, pra është një festë shumë e madhe, panair, dhe në fillim ai kishte emrin Kosta, pastaj ai u bë murg në malin e shenjtë Agjorës dhe atje e mori emrin Kozma. Shën Kozmai lexoi një nga rrjeshtat i ka shkruar apostulli Pavli, që njeriu nuk do të shikojë vetëm interesin e vet, por dhe të tjetrit. Kjo bëri që Shën Kozmai të dilte nga Agjorosi dhe të shkonte në Patriarkanën e Konstantinopolit, aty u takua me patriarkun Serafimi i dytë, i cili ishte nga Delvina, patriarku me origjinë, duke i treguar dhe gjendjen e vështirë të gjithë popullit të krishterë dhe popullit shqiptar, mori bekimin nga patriark, por dhe nga porta e lartë, nga sultani, dhe filloi bëri këto predikime dhe ka bërë 4 predikime në gjithë Ballkanin, pothuajse në gjithë Greqinë, në Shqipërinë e Jugut, ka ardhur deri në Tiranë, ka vajtur në Orë, në këto vende slave, dhe në këto 4 misione të Shën Kozmait kemi një ripërtritje të besës krishterë dhe ndalimit në islamizëm. Dhe ringjalljen të shpresës së lirisë, pastaj kjo u vërtetua me shlirimin e Greqisë, pastaj dhe shlirimin e Shqipërisë, dhe kështu kemi shlirimin edhe këtyre vendeve, dhe Shën Kozmai është një shenjtor që ndërohet në mënyrë të veçantë në Shqipëri, sepse ai dha një kontribut sidomos për arsimimin,
Shon Kozmaj në të gjithë punën e tij misionare, jo vetëm si një kallogjero, si një murg i krishterë ortodoks, por dhe si një mësues, ai hapi 250 shkolla, të cilat mbaheshin me kontributin e kishave. Madje nëse ne lexojmë në jetën e tij në Himar, Shon Kozmaj tha të ndërtoni një shkollë, por nuk kishte mundësi, atëherë tha ti prishni kishat, me që aty nuk shkojnë njerëz për shkak të mungesës së prifterive, dhe të ndërtoni një shkollë. Dhe me kontributin e këtyre të ndërtoni shkollën. Dhe thuhet që populli nuk dinte çfarë të bënte, atëherë Shon Kozmaj vetë ka prishur një kishë, dhe për të mësuar se nuk ka rëndësi kisha pa shkollën, sepse shkolla e mbush kishën, dhe thash që ai ndërtoi gati 250 shkolla në atë kohë. Kuptohet që në atë kohë gjua shqipe nuk shkruheshe, pra nuk ishte alfabet shqip, ishte alfabeti grek, dhe gjithë gjua zyrtare e kishës dhe e popullit në atë kohë ishte greqisht, nuk ishim kombe siç kemi sot, Shqipëri Greqi ishte një vend i pushtuar, dhe Shon Kozmaj në një farë mënyre është dhe shenjtëruesi i tokës Shqipërisë, sepse ai është martirizuar në tokën shqiptare, dhe dim që ai u vra nga Kurt Pasha i Beratit, i cili mori rryshfet të madh nga ebrejt, të cilë ishin armiqt të betuar të Shon Kozmaj. Në një letër të tij drejtuar vllajt të tij në vitin 1779 në 2 mars, ai thotë 10.000 krishterë më duan një morre, 1.000 turq më duan njëri ashtu dhe ashtu, kurse mira ebrej më urren dhe njëri më do. Dhe vërtet këta paguan para të madhe te Kurt Pasha i Beratit, sepse Shon Kozmaj fliste që pazari mos të bëj ditën e diel, po të bëj e shtunë. Dhe për ebrejt e shtuna është një ditë pushimi, është një ditë sabati quhet, dhe kështu me që prish edhe interesat ekonomike të atyre, atëherë Kurt Pasha dha urdhër të vritet Shon Kozmaj, i cili u vra më 24 të gushtit në vitin 1779 në atë zonë të Fierit, dhe mbas 3 ditësh trupi i tij u gjend, i hedhur në lumë, dhe pastaj Shon Kozmaj u mor dhe u nderua si një murg i krishterë, si një prift i krishterë, dhe u varros në manastirin e Shëmërisë në Kolkondas të Fierit. Më vonë, historia na thotë që Ali Pash Tepelena, i cili kishte një nderim shumë të madh për Shon Kozmaj, mbasi vrau Kurt Pashën e Beratit dhe mori gjithë atë zonë në qeverisjen e tij, ndërtoi edhe manastirin e Shon Kozmaj, që është dhe sot eksadite, dhe që në atë kohë Shon Kozmaj është nderuar si shenjë, dhe jo vetëm krishterë ortodoks, po dhe musliman e kanë nderuar këtë dhe thonë Baba Kozmaj. Por fatkeqësisht shikojmë disa njerëz sot, disa eksponent, nuk e di se kush janë, të cilët flasin me kaq pak respekt për njerëz të cilët kanë kontribuar kaq shumë për këtë vend, dhe si thash Shon Kozmaj bëri arsimimin e popullit dhe është nderuar nga të gjithë krishterët, edhe nga muslimanët, por në mënyrë të veçantë nga të krishterët shqiptar. Dhe në manastirin e Shon Kozmajt shkojnë me mira besimtar gjatë gjithë tyre edhe kohëve, edhe në kohën e komunizmit, ku u mbyll kisha, përsëri shkonin njerëz që nderonin fshetat Shon Kozmajt, dhe në mënyrë veçantë tani ku dhe manastiri i tij është ringjallur, është ri për të rir, patjetër që të krishterët shkojnë, dhe do kemi edhe një panajir të madh për nder të këtij shenjtori, që kemi edhe një vit jubilar sepse është 300 vjetori i lindjes. E kuptoj. Si konsideroni ju këto reagime kundër kësaj figure, apo siç e dëgjuam dhe në kronikë epitetet Kozma Shejtani? Nuk çuditem për këtë kundërveprim ndaj shenjtorëve, sepse vetë Zoti e ka thënë dhe ne jemi të përgatitur që djalli gjithmonë kërkon të sulmojë kishën, dhe djalli është babai i gënjeshtës, pra të mirës i vë epitetin e keq, që njerëzit mos kuptojnë se kush është e keqja me të mirën. Por problemi është ky që këta njerëz bëhen dhe qesharak. Më falin, por jam i detyruar të them, bëj qesharak sepse jo vetëm këta, po mbrapa këtyre janë edhe shumë njerëz tjerë, fatkeqësisht me emër historianë, të cilët kanë një lloj reputacioni, por me ato çfarë lexojmë dhe dëgjojmë, thonë gjëra të padëgjuara. Për shembull, Shon Kozmaj akuzohet si nxitës i Vorjo e Pirit. Kjo është një marrëzi, sepse në kohën që ka folur Shon Kozmaj nuk ekzistonte as shtet shqiptar, as shtet grek. Flasim në vitin 1779, është koha kur Shon Kozmaj ndroi jetë, pra u martirizua. Dhe në atë kohë ishin të dyja vendet e pushtuara, edhe Greqia dhe Shqipëria. Dhe dim që shteti grek u formua në vitin 1821, shteti shqiptar në vitin 1912. Nga doli kjo Vorjo e Piri? Domethënë s'ka bazë. Një tjetër akuzë që bëhet kundër
Shën Kozmajt është ai ka mallkuar gjuhën shqipe. Dëgjoni. Në atë kohë kur Shën Kozmaj vepronte, në atë kohë nuk ishte gjuhë shqipe të shkruar, nuk ishim alfabet shqip. Kjo është një vërtet historike që ne duhet ta pranojmë. Dhe gjuha e shkruar që mësonte populli i krishterë ishte greqisht. Prandaj dhe Shën Kozmaj shkolla që i hapi dhe në vendet e Shqipërisë, sidomos në Imar, në gjithë jugun, i hapi duke mësuar njerëzit pra gërmat greke, sepse çfarë gërmash do mësonin? Ne dimë që gërmat shqiptare dolën në Kongresin e Manastirit në vitin 1908. Pra, shikoni se çfarë disinformimi japin këta njerëz për veprën e madhe të Shën Kozmaj. Ata thonë që Shën Kozmaj është anti-shqiptar. Por, le të marrim figurën e Alipash Tepelenës. Alipash Tepelena ka pas një nderim të jashtëzakonshëm për Shën Kozmaj. Derisa me urdhër të tij, dhe po lexoni dhe jetën e Alipash Tepelenës, thuhet që ai ka dhënë urdhër apostafat në mënyrë imponuese, për atë kohë flasim, që të ndërtohet kisha dhe manastiri për plakun e shenjtë, pra për Shën Kozmaj. Dhe ka dhënë para vet Alipash Tepelena për ndërtimin e këtij manastiri. Pra Alipash Tepelena dim që ishte kundër portës së lartë dhe ishte shqiptar, me bindje shqiptare për formuar një shtet shqiptar. Ta dalin, unë nuk arrit do t'i kuptoj se në çfarë argumenta flasin ta për shqiptarizëm. Tjetër, thonë që Shën Kozmaj ishte një shqiptar. Fanoli ka bërë këtë libër që quhet Kremtore. Në vitin 1942 më duket, Fanoli e ka shkruar këtë libër në Boston, 47 në Boston, dhe atje thuhet që ai e përkthei këtë libër dhe ka përkthyer nga greqishtja ditët të kremtit për shenjtorët, dhe kur bëhet fjalë për Shën Kozmajn, ai thotë: përkthimin e kemi bërë lirisht pas kujtimit dhe jo fjalës pas fjale, nga greqishtja me përjashtim të këndimit të Shën Kozmajt të Beratit, të cilin e parafrazuan nga versioni shqip i kryehishtësisë së tij, Imzot Kristofor Krisi, kryepeshkop i Shqipërisë. Pra, Shën Kozmaj ishte i nderuar nga shqiptarët, kishte shërbes këtu në Shqip, dhe Kristofor Krisi është kryepeshkopi legjitim i kishës ortodokse autoqefare Shqipërisë, i cili ka bërë ose na ka dhënë këtë të kremte për Shën Kozmajt, rahimnet që këndojmë ne për nder të atij. Pra, Imzot Fanoli është shqiptar, patriot shqiptar. Kristofor Krisi është shqiptar. Të gjitha e kanë nderuar Shën Kozmajt. Kush janë këta tashti që flasin kundër shenjtorëve me këtë gjuhë kaq fyese? Kjo është absurditet dhe është qesharake, por djalli ka punën e vet, djalli ka shërbëtorët e tij. Zoti thotë edhe sikur portat e ferrit të hapen, prap kisha do qëndroj. Por, ky sulm nuk është aq i thjeshtë. E filluan me kryepeshkop Anastasin, i cili ka bërë një vepër madhështore të ngjashme me Shën Kozmajn. Edhe ai ka hapur shkolla, edhe ai ka hapur kopshe, edhe ai ka ndërtuar kisha, dhe të gjitha këto janë vepra unikale dhe dim që para ca kohësh në Shqipëri erdhën gjithë përfaqësuesit e kishës ortodokse të botës. Dhe u prezantua Shqipëria si një vend me një reputacion të veçantë, sepse të gjitha erdhën dhe shenjtëruan kishën katedrale. Dhe filluan sulme duke thënë që është grek tiki nga Shqipëria. Tani, po na fillojnë sulme me Shën Kozmajn, me shenjtorët. Me që është grek, ta heqim nga Shqipëria. Do na fillojnë të thonë edhe Krishti nuk është shqiptar, ta heqim nga Shqipëria. Dhe kush janë këta njerëz që flasin për kishën tonë, për shenjtorët tanë, për besimin tonë? Nuk kanë lidhje fare me krishterimin. Dëgjoni emrat që i kanë. Pëllumb, Xhufi, Mojkom, të gjithë ta janë njerëz që nuk kanë lidhje me kishën. Me çfarë autoriteti moral flasin këta njerëz? Pra, ne shikojmë këto si ndërhyrje në besimin tonë krishterë ortodoks dhe duhet pasur kujdes, duhet pas shumë kujdes, sepse Shqipëria, që nuk ka shumë vend gjëra për treguar, e vetmja gjë që tregon Shqipëria është paqja fetare. Por nëse kjo prishet, kjo paqe fetare që është aq e bukur dhe aq e brisht, kush e ka përgjegjësinë? Prandaj edhe autoritetet shtetërore duhet i menaxhojnë këto gjëra dhe nuk duhet i lëjnë të grupe ekstremiste të ngrihen mbi vlerat kulturore, morale të këtij vendi, që janë trashëguar në shekuj, janë nderuar në shekuj. Ne kemi një vizion për ty në Evropë, për të bashkuar me vendet qinj. Po si do jemi në Evropë neve kështu duke i thënë këtyre njerëzve të cilët kanë me origjinë greke, por kanë kontribuar për Shqipërinë, dhe anasjetas, shqiptarë që kanë kontribuar për Greqinë, çfarë themi? Janë shenjtanë, janë mallkuar? Kështu do vazhdojmë të jetojmë ne si një popull i izoluar, si një geto? Kjo s'ka logjik.
Zoti Çako, përsa i përket edhe ceremonisë së pritshme, le ta konsiderojmë kështu, nuk e di se cilat janë deklaratat tuaja, pasi thuhet që janë ndiktuar nga interesat anti-shqiptarëve. Megjithatë, deri diku edhe prekat. Po nuk ka asnjë interes anti-shqiptar. Shiko, shenjtorët nuk kanë nacionalitete, nuk kanë kombësi. Kisha është e përboçme, kisha nuk është thjesht shqiptare, kisha është një kishë. Katolike, ortodokse, shpërndarë në të gjithë botën. Dhe një pjesë e kësaj kishe të madhe është dhe në Shqipëri. Dhe këtu brenda kishës ne mësojmë të duam të afërmi, ta duam njëri tjetrin. Pra të kemi një lloj globalizmi në kuptimin moral dhe shpirtëror, të cilin ne aderojmë dhe ta shtrimi edhe në fushën e politikës, në ekonomisë, të kulturës. Pra kisha e ka bërë këtë me shekuj dhe vazhdon ta bëj. Dhe mesazhi që jep kisha është kjo: vllazëri midis njerëzve, vllazëri midis popujve, paqe. Dhe kjo paqe bëhet në emër të Jesu Krishtit, që është princi i paqes. Ky është mesazhi që jep kisha. Ky është mesazhi që japin shenjtorët. Zoti Çako, për sa vitesh ushtrohet apo zhvillohet kjo ceremoni në vendin tonë? Pregati mund të themi jo 300 vjetësh, flasim për 200 e ca vjetësh. Që kur Shën Kozmaj në vitin 1779 u martirizua për Krishtin, pra u shpall shenjë nga populli. Në vitin 1961 patriarkane e Konstantinopolit e ka shpallur zyrtarisht, por në ndërgjegjen popullore Shën Kozmaj ka qenë shenjtor, sepse shërbesa e tij në vitin 1331 na është dhënë nga Kristofor Kisi. Pra, Shën Kozmaj është nderuar shenjtor që në momentin që ai veproi në Shqipëri dhe sidomos kur ai vdisi martir për Krishtin. Pra janë shekuj, si këta shekuj me një të rënë lapsit i heq. Kjo më kujton mua atë që ndodhi në kohën e periudhës ateiste komuniste, ku njerëz të pashkolluar, njerëz pa moral, njerëz që shiteshin për gjëra aq të vogla, tradhuan kombin, tradhuan njerëzit e tyre, tradhuan vlerat morale dhe i shkatruan. Prapë do vazhdojmë neve kështu? Ne u bëm si them një popull që tregoj me gisht. Po prapë do vazhdojmë neve, prandaj këto zëra duhen ndaluar për mua, sepse rreziku më i madh është kjo, që prishet toleranca fetare. Toleranca fetare është një dhuratë e madhe. Ne jemi një popull shumë i vogël dhe gjëra precipitojnë shumë shpejt. Prandaj këto zëra duhet ndalojnë. Të vazhdojmë neve tani të themi, të ngrihemi ne themi Muhameti nuk është shqiptar, ta heqim nga Shqipëria, ose Baba Aliu nuk është shqiptar, ta heqim nga Shqipëria. Kjo s'ka sens. Neve si kish, po dhe përfaqësuesit tanë, i nderojmë, i respektojmë. Ju keni parë dhe në ditët fetare, përfaqësuesit më të lartë të kishës shkojnë dhe nderojnë dhe respektojnë. Në emër të kujt flasin këta? Në emër të fesë? Nuk kanë asnjë përfaqësi fetare. Në emër të shtetit? Ku e kanë shtetit? Në emër të moralit? Çfarë morali kanë këta? Pra është diçka që, por është ajo që thuhet shpish se diçka do mbetet. Si reagoni ju, le të themi, ndaj kërkesës për mos zhvillimin e kësaj ceremonie? Po nuk mund të ndaloj mua një njeri asnjë në botë, edhe sipas ligjeve të këtij vendi, që unë mos të bëj shërbesën time në shtëpinë time. Kisha dhe manastiri Shën Kozmaj është pronë e kishës ortodokse. Dhe ne do mblidhemi në kishën dhe në manastirin e Shën Kozmajt dhe do nderojmë shenjtorë me zë të lartë, siç e kanë nderuar stëretrit të gjyshit tan brez pas brez. I ftojnë dhe këta njerëz të ndriçohen, të kërkojnë falje tek Zoti, të kërkojnë falje te shenjtori, sepse po të them se po të ngjalleshin, gjyshrit e tyre do i flisnin kundra, sepse Shën Kozmaj nderoi jo vetëm nga krishterët, por edhe nga muslimanët, dhe të marrin ata pjesë në këtë panajir të madh që nderon vendin tonë. Dhe na tregoi vërtet se jemi njerëz të qytetarizuar, vlerësojmë gjërat dhe vlerat morale dhe jemi njerëz që duam të bashkëtojmë me popujt fqinj dhe aq më tepër të bëhemi pjesë integrale e Evropës. Zoti Çako, unë ju falenderoj shumë për të gjithë këto informacione dhe komente që ndam së bashku dhe deri diku kemi sqaruar edhe të gjithë ata shikues të cilët vërtet kanë qenë të interesuar të dëgjonin pikërisht nga ju. Faleminderit. Ju falenderoj dhe juve.